Jemi kaq pak të guximshëm për të marrë veprimet e duhura në raport me mjedisin gjithmonë po flasim. Kjo është një pyetje për këtë mungesën e guximit, është përgjithësi edhe në shumë sektor të tjera. Kam bërë këtë vit një hulumtim me student lidhur me raportet e progresit prej vitit 2009 e këtej. Po i kam analizu 5 viteve të fundit, vetëm sektorin e mjedisit ndryshimeve klimatike, se si e kanë vlerësu Komisioni Evropian. Dhe kam bërë pastaj një analizë si kosovarët, si qytetarët tonë, studentë dhe profesorët, e bëjnë vlerësimin duke i marrë të njëjtat shkallë vlerësimit, prej asnjë progres deri në progres i madh. Dhe çka na ka dalë që ka një përputhje jashtëzakonisht madhe të asaj se si ne e shohim progresin mjedis me atë që e vlerëson Komisioni Evropian. Thot ne po i përjetojmë këto ndryshime. Dhe Averdita po i në 5 vitet e fundit rekomandimet e Komisionit Evropian janë pothuajse copy-paste, të njëjta, që në kupton se nëse zgjidhet një problem nuk ka nevojë të përsëritet në raportin tjetër. Janë probleme që vazhdimisht mbeten këtu. Një gjë që e ka pengu shumë, sidomos në 5 vjeçarën e fundit, ka qenë bashkimi i Ministrisë së Mjedisit me infrastrukturën, që janë dy pole të kundërta. Mjedisi duhet të jetë paravan infrastrukturës, të kanë qenë në një kulm. Dhe kjo është potencu edhe në raportet e progresit. Po unë e kam kundërshtu këtë gjë qysh në fillimet e saj. Dhe po besoj jeni të punoni në media, po në 90% të rasteve që ministri i mjedisit, ish ministri tash temi i fundit Libur Naliu, është parë në media, është parë duke folë për infrastrukturë.